Do vëm shërbetin këtu neve që të na zihet, do të hedhim pra sheqerin normal, pra që kemi 3 gota e gjys. Po. Do të hedhim edhe ujin, te ky tas i madh do të hedh gjalpin, do të shtoj vezët këtu. Tash do të shtojmë dhe sheqerin pluhur. Jo, këse radhe mora të jeshilin, bion. Do të hedhim dhe mielin semolino. Do të hedhim edhe fryrsin. Dhe shikoni, nëse nuk ju lidhe, do të shtoni pak qumësht, ose një vezë tjetër. Sepse duke ngrohur me dorën, na zbutot edhe gjalpi, na lidhet më mirë. Kjo është. Tani. Por do të kryejmë këto biskota tona, Po. që t'japim atë formën. Do t'i vëmë të piqet me 180 gradë, e kam ndezur në furrën, ke 30 minutë që do filloni ta shikoni. Kur t'i nxjerrim nga furra, shërbetin ne do ta kemi të ftohtë, festëkët që t'i grim kështu shumë ime duhen si flur që të duket ai pluhuri i jeshili bukur.